Leni sonte e kam një ish ushtar të ushtrisë ligjore të Kosovës. E kam thuar për me fol për gjendjen aktuale politike në Kosovë. Ai nuk jeton në Kosovë sepse ka qenë i zgënjym nga qeverisjet e Kosovës, si aktuale po edhe të kalumet. Me neve sonte është Dardan Krasniqi. Faleminderit shumë Dardan që pranove intervistën. Mirëmbrëma. Faleminderit shumë. Faleminderit. Me neve sonte është Fuad Ramiqi edhe komandant Kobra, por kem të diskutuar për situatën aktuale politike në Kosovë, për ngërshim politik, Dardan. Çka mendoni ju për? Po fatkeqësisht jo vetëm politika në Kosovë, por politika si një mekanizëm, si një instrument që të duhet fakt të rregullonte edhe segmentet e tjera të jetës, nuk po funksionon ashtu siç duhet, por edhe politika dhe çdo segment të jetës fatkeqësisht me dhimbje të mëdha nuk është të funksionu. Do shta edhe sot është edhe ma mirë për arsyesit që 2 vite ka marrë me një vend ku thuja nga zgjëja me një klim jo të favorshme, me viku fitare 1300 km që është me Rusinë, me një luftë të moshme që ka me Suedin, ky vend që quhet Finland, e shes se këtu si funksionon shteti, çka është përgjegjësia, çka është dinjiteti moral dhe vlerat, edhe bën një krahasim me Kosovën, me të vërtetë të zhgënjyese. Këto fjalë nuk I nxjerrin nga dëshira, po I nxjerrin nga dhimbja, po edhe shpesh shqiptarët nuk po mujnë me dalë nga inatet politike dhe jo vetëm politike, po edhe nga inatet e së kaluarës. Edhe thuja çdo segment të jetës tonë ne kemi bën veç improvizim. Dardan, a ja vlen më mojt dhe me thonë mu bloku institucionet e tha dhe Fuad Ramiqi më herët për një individ saktuar? Po në radhë parë demokracia I ka disa rregulla. Tash me qenë se unë kam një afërsi, kam konate motra në kolegën e para, Kosova në këtë historinë e pas luftës e sidomos pas konstituimit të shpallës pavarësisë e konstituimit parlamentit e nxjerrjes aktit pator prioritet Konstitutës Kosovës, ne kemi pas fatkeqësisht dhe shmërisht kemi pas njerëz që kanë udhëheq për vendin edhe pse kaluar aty ne ka qenë edhe e navizë krenarisë, po ne dim se prej atij kuvendit për njerëz që kanë qenë nusët aty në nusët të prokuvendorit të kuvendit Kosovës kanë votu ligjet dopta, kanë votu gjykatë speciale, kanë votu zajednic, kanë votu demarkacion, kanë votu polici, pra nëse nisu për këti kontesti historike, historie nuk bën me harru asnjëherë, Albolena me drejtë e thamë se për të vërtetës nuk frigon rrodh, por Albolena është një aktiviste, një vajzë, një familje që ka dhënë shumë për vendin, një politikone që as nuk ka shit, as nuk ka privatizu, as nuk ka dhënë demokraci, as nuk ka dhënë tendera, as nuk ka pazare me këtë pozitë. Po, a meriton për shkak kësaj, Dardan mu bloku kuvendi për shkak kësaj, a meriton tash? A meritojmë na si qytetarë të Republikës Kosovës mu bloku kuvendi për shkak se domethënë ti ke dhënë shumë merita për vendin? Jo, institucionet unë mas pari duhet ta them atë vërtetën se normalisht përgjithësia realisht I takon lëvizjes vetëvendosje dhe unë si aktivist I saj shumë vjeçar, që kam qenë gati mbi 2 dekada, kam qenë aktivist I lëvizjes vetëvendosje, I cili nuk ka munguar asnjë protestë dhe asnjë tribune angazhim për atë subjekt politik për arsye se kom besu në kauzat e sajna të drejta që kanë qenë sa kemi qenë në opozitë. Ka kriju një farë kontaminimi edhe më thellë politik, pra me 51% të pushtetit absolut që ka pas qeveria Kurti 2 nuk është dashur të krijon kësi divergjenca të mëdha dhe kësi diskursi të keq populist politik. Pra kjo ka dëmtuar tash si rrjedhoja e kësaj për ta sulmu pikërisht figurën e Albin Kurtit. Jo pse s'ka të drejtë opozita, se jetojmë në një demokraci dhe këtë lufta
ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe ne si pjesë saj ka qenë për fjalën e lirë, pra po gjinet pa drejt figurën. Okej, po edhe pyetja fund, po Dardan. Dishta një pyetje tjetër për fund. Veç unë. Çka mendoni ju si ushtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, domethënë që dëshmitar i Hagës kundër ish-presidentit Hashim Thaçi dhe Kadri Vesilit ke edhe i arratisur nga burgu i Kosovës ku ministri i drejtësisë është Alberina Haxhiu e Enver Sikiraçi. Çka mendoni ju për këtë? Atë ka orë mirë shtu kur e ke dëgjuar. Sa dhe nëse më lejon dhe faleminderit për shkak të kushteve që janë kështu, nëse më lejon pak kështu më shprej pak më gjatë dhe më gjërësisht, në një vend ku gjithë shka ka devalu, pra edhe në aspektin fetar na si musliman e kemi po fejnë abdes e namaz, por nëse merë abdes e namaz konsiderohet si musliman. Nëse je ushtari që kësë e ke bo luftën e krenarien, tash lejohet me ke shpërdore në rria, nëse e pushtet lejohet me abuzu. Pra na kena një dami që është bo Kosovës me themelimin e gjykatës speciale nuk pritën ma gjanat mira. Pra e gjykatë është pa drejt edhe në asë një shmim, po dhe të bëm të Këshilli i Sigurimit ose KB-ja në këtë rast gjykatën speciale, faktin që shtetë edhe populli, nëse vrat dikush ke ekonomi lyp hak, nëse vron vetën ke ekonomi lyp hak, për ne kemi vron vetën në themelimin e gjykatës speciale, në gjykatë pa drejt rastiste, me përballë luftën edhe ajo ku dëshmohet tash, e normalisht në këtë proces nuk pritet mirë, pra edhe rasti Enver Sikiraçi, edhe ato që ka kalu një ligj me sa kam përcjell politikën aty, edhe ka përmundsu me dalë edhe nuk është sot që në ashtë opinioni qartë, që dhe merë vesh që Enver Sikiraçi ka qenë dëshmitar. Mirë po Enver Sikiraçi prej mas luftës ka deponu mira dokumente, ka deponu mira... Po, a keni dyshime, ju si ish pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës edhe si qytetari i Republikës Kosovës njëkohësisht, a keni dyshime mbi arratisjen e Enver Sikiraçis? Tu e di që ka qenë dëshmitar në gjykatën e Hagës. Po unë jam kështu pak idhëtori së vërtetës dhe argumentimit, me qenë se nuk kam argument, po me qenë se jenë disa indicje cilat kanë ndodhur, mendoj që mund të ketë qenë qëllim që mund të ketë pos pazare, ju jeni të pa që na të shumë kënë... Pazare ndaj kush me ka? Pazare, kur themi pazare kush? E ki fjallin kryeministri Kurti ka mund ta liroj vetë që me shumë? Jo.